Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me defektin në rrjetin e ujësjellësit që ka lënë Vlorën prej 5 ditësh pa ujë, ndërsa qytetarët protestojnë të revoltuar nga dita e djeshme. Rama ka publikuar në X një reagim ku duket se ka gjetur edhe fajtorin, por edhe tallet me vlonjatët. Rama shkruan se një pajisje jashtë standardeve e montuar në vitet 2009-2010 ka sjellë edhe avarinë e rëndë. Në vijim gjithë stresin dhe situatën e vështirë të krijuar si pasojë e mungesës së ujit, Rama e trajton si një plasje të syrit të keq. Drejt aeroportit të Stambollit për të ardhur sot brenda ditës pjesë të reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësjellësinë e Vlorës, ku në vitet 2009-2010 janë instaluar pjesë hidraulike jashtë standardeve, që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe përpasoj tubacioni ka shpërthyer. Respekt për punën e palodhur të punëtorëve të ujësjellësit Vlorë, që në drejtimin e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve, inxhinieri të njohur Flowers Shoshi, i cili prej disa ditësh e netësh gjendet në krye të operacionit të vështirë, po bëjnë të pamundurën për ta mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës prej një mine të vjetër nga një kohë e zezë për Vlorën. Vlonjatëve të mi u them ndjes për tërë këtë peripecit pa merituar dhe siç thoshin gjyshet tona, plasi më në fund edhe syri i keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën. E ja që kush i do të keqen Vlorës, veç të keqen do i marrë, shkruan Rama.